Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve 21 Live News. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohej as në përpjekjen e 17. Tentimi radhës i lëvizjes vetëvendosje për të formuar komisionin zgjedhor për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit nuk mori përsëri mbështetjen e partive të tjera politike. Seanca u ndërprer dhe për të vazhduar të hënën më 19 maj. Me 1 minutë heshtje nisi vazhdimi i seancës konstituive për të nderuar jetën dhe veprën e veprimtarit Ukshin Hoti. I përjetshëm qoftë nderimi për profesor Ukshin Hotin. Por të vetmi që nuk e përfillën këtë kërkesë të kryesuesit të kuvendit Avni Deharit ishin deputetët e listës serbe. Fillimisht kryesuesi i seancës kërkoi një konsultë të shkurtër me përfaqësuesit e partive politike. Para se të fillojmë me seancën konstitutive, e shoh nevojshme që të vinë për një konsultim shumë të shkurtër përfaqësuesit e subjekteve politike. Më lutem urdhëroni. Deputeti Dehari në emër të lëvizjes vetëvendosje propozoi që tentativat për konstituimin e kuvendit të mbahen vetëm një herë në javë dhe jo çdo 48 orë siç e parasheh rregullorja e punës së kuvendit të Kosovës. Ky propozim nuk u pranua nga parti tjera politike, duke e konsideruar këtë si propozim për shkelje të rregullorës. Më pas, kryesuesi Dehari ndoqi të njëjtin skenar si ato paraprakët. Sërish kërkoi që të votohet komisioni për një proces të fshehur të votimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ftoj LDK-n të propozojë një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën serbe të propozoj një antar për një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Tre deputet ka dhënë votën për, një ka qenë kundër, abstenim nuk ka, atëherë shihemi në 19 në orën 10:30. Në seancë nuk morën pjesë sot deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje e ka arsyetuar propozimin që vazhdimi i seancës konstituive të mbahet një herë në javë dhe jo çdo 48 orë, nga se siç thonë se ky ritëm nuk po sjell asnjë rezultat. Ndërkohë, partitë që ishin në opozit gjatë legjislaturës së kaluar e kanë cilësuar këtë propozim si mungesë vullneti për konstituimin e kuvendit dhe si propozim për shkelje të rregullorës së punës së tij. Pas zgjidhje, por me përplot akuza e kundër akuza, përfundoi dhe tentimi i 17 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Për dallim prej herëve të kaluara, kërkesa e lëvizjes vetëvendosje për të takuar një herë në javë e jo çdo 48 orë, siç deklaroi shefja e grupit parlamentar të këtij subjekti politik Mimoza Kusari Lila, u bë sepse 48 orëshi nuk po sjell rezultat. Siç e patë, seanca është filluar me një kërkesë për konsultim nga ana e kryesuesit të seancës, që në një dakordim të plotë nëse ka në mes të grupeve parlamentare, në një shmangje të rregullores ose procedurës të paraparë me rregullore, të dakordohemi që të takohemi më rrallë. Për arsye se 48 orëshi, i cili tashmë brenda këtij muaji në vazhdimsi po përsëritet, po shihet se nuk po jep ose nuk e ka atë rezultat përderisa
Partitë deri tashme të opozitës nuk e kanë asnjë reflektim në raport me përgjithësinë e tyre për zhbllokimin e punës së kuvendit. Por ky propozim për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës me Emli Krasniqin është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit. Sot patëm një zhvillim vërtet papranueshëm. E para punës, deputetët e partisë që ka dalë para në zgjedhje nuk erdhen as me kohë. Ju e pat ishin 45 minuta vonë dhe kur erdhen patën një kërkesë që në mënyrë të organizuar ta shkelim rregullorën. Do thotë kërkesa e tyre ishte që në kundërshtim me rregulloren që thotë se duhet mblidhemi çdo 2 ditë derisa të konstituohet kuvendi, ata kërkuan që të mblidhemi një herë në javë. Këto janë 2 probleme. E para është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregulloren me vedije deputetët e Republikës Kosovës. Dhe e dyta, kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këto përsëritje, këto repriza mos më marr çdo 2 ditë, po më marr çdo javë. Edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, vetëvendosja nuk është e interesuar ta konstituojë kuvendin. Ata mungesën e institucioneve të kuvendit dhe të qeverisë e kanë reduktuar në problem të mbledhjes çdo 48 orë të deputetëve. Vetëm kjo është problemi i tyre, domethënë që për ne është problem të vim çdo 48 orë. Normalisht që u refuzua një kërkesë e tillë, unë bile ju thash që ju brenda 24 orëve mund të propozoni edhe 47 kandidatë të tjerë për të provuar se cilin prej tyre se kush po i merr votat në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër. Me të vërtetë është fatkeqësi që për 17 herë u mbledhem dhe nuk arritëm në fakt që të lëvizim as edhe një hap përpara. Seanca konstituive do të vazhdojë të hënën e 19 majit në orën 10:30. Analistët politik vlerësojnë se ngërçi politik që po vazhdon ende, po rrezikon funksionimin demokratik të vendit. Ata u bëjnë thirrje partive politike që të reflektojnë edhe të lëvizin nga pozicionet e tyre në mënyrë që kuvendi të konstituohet sa më parë dhe të formohet qeveria e re. Vazhdimi i seancës konstituive çdo 48 orë pa asnjë rezultat dhe me qëndrime të ngurta nga partitë politike, po shihet nga analistët si një përgjegjësi e deputetëve ndaj votuesve të tyre. Analistja politike Makbule Shkodra madje ka kërkuar nga deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu që të tërhiqet nga gara për kryetare të kuvendit. Emri Albulena Haxhiut po shfrytëzohet nga Lëvizja Vetëvendosje, nga Albin Kurti, fatkeqësisht më vjen keq për të që pas një periudhe kaq të gjatë që ka një përvojë në politik, ajo e lejon pra që emrin e vetë të bëhet emri më i përfolur për të keq si bllokuese e kuvendit. Por këtu duhet të dihet, bllokuese është Lëvizja Vetëvendosje, e cila si instrument tani e ka zgjedhur Albulena Haxhiun dhe fatkeqësia është që është një grua e cila është e pafuqishme, ti thot partisë së vet mjaft. Mjaft. Edhe analisti politik Afrim Kasolli vlerëson se kjo situatë politike e karakterizuar me qasje bllokuese, po ndikon që qytetarët të humbasin besimin në institucione. Është e natyrshme që të krijohet një zhgënim të qytetarëve të Kosovës, por edhe pasoja politike, pra po flas ajo që unë jam më tepër i shqetësuar, pasojat politike që krijohen për endin tonë demokratik, vazhdimi i kësaj amullie, sepse modeli ynë i sistemit politik është demokraci parlamentare dhe qytetarët e Kosovës votojnë vetëm për parlamentin e Kosovës, nuk votojnë për trupa tjerë politik, presidentja, ekzekutivi. Këto organet të reja dalin nga parlamenti i Kosovës dhe ne jemi në një situatë ku nuk po arrin të materializohet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës, sepse ka mbetë peng. Monitoruesit e punës së kuvendit vlerësojnë se mos konstituimi i tij po sjell pasoja të drejtpërdrejta në jetën e qytetarëve, pasi shumë ligje të rëndësishme kanë mbetur në pritje të miratimit. Për shkak të mos funksionimit të kuvendit të Republikës së Kosovës, ne për ditë jemi duke e parë nga monitorimi që bëjmë sistemi gjyqësor vërshim të padive ndaj kuvendit nga ana e zyrtarëve publik. Po ta kishim ndoshta një kuvend funksional, i cili kuvend pastaj do ta miratonte plotësim ndryshimin e ligjit
që ja ka njoftë gjykata kushtetuese si obligim dhe si detyrë, ndoshta nuk do të kishim atë ngarkesë të sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës. Kujtojmë ne, beson është shumë shqetësuese situata tash për tash, nuk mund të ndoshta me gjetë, dhe është problem me gjetë ndoshta një qytetar që nuk ka një padi në gjykatë. Dhe kjo flet për dështim të administratës dhe të aparatit shtetëror, këtë rast pushtetit ekzekutiv, legjislativ në përmbushjen e detyrave të veta kushtetuese dhe ligjore. Edhe Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje së fundi partive politike që të formojnë sa më parë institucionet e reja të Kosovës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas javën e ardhshme do të vijë për vizitë në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar vetë Kallas dje në Tiranë gjatë samitit të komunitetit politik. Me zonjën Kallas dje është takuar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Tiranë. Duke qenë se gjatë vizitës së saj javën e ardhshme në Kosovë do të jem në një vizitë shtetërore të paracaktuar jashtë vendit, takimin e realizuam në Tiranë, ka shkruar Osmani. Qeveria e re e Gjermanisë e udhëhequr nga Friedrich Merz duhet të marrë një rol udhëheqës në politikën e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në zhvillimin e një qasje strategjike ndaj rajonit, vlerëson Bobo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizmit në Berlin. Sa i përket të qasjes së Gjermanisë ndaj dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, Weber vlerëson se Berlini në vend që të rifillonte me themel këtë proces, doli me propozimin franko-gjerman, çfarë çoi në shkatrimin e plotë të dialogut politik dhe në dy marrëveshje që sipas tij nuk ekzistojnë në realitet. Weber i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e re e Gjermanisë duhet të ndërmarrë një kthes strategjike ndaj Serbisë dhe ndaj politikës së regjimit të presidentit Aleksandar Vučić në mënyrë që dialogu politik të mos fundoset. Presidentja Vjosa Osmani është takuar me kancelarin gjerman Friedrich Merz në margjinat të samitit të 6 të komunitetit politik evropian në Tiranë. E para e vendit tonë në një postim në rrjetin X ka shkruar se pret thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen ndërmjet të dy shteteve mike. Gjermania ka qëndruar prej kohësh pranë Kosovës si një mik, një partner dhe një aliat i palëkundur. Ishte kënaqësi të takoja kancelarin Friedrich Merz në Tiranë gjatë samitit të liderëve të EPC-s. Pres me padurim të punojmë me kancelarin për të forcuar partneritetin tonë, ndërsa punojmë së bashku drejt një të ardhmeje të përbashkët evropiane, ka shkruar Osmani. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar sot edhe për diskutimin e një ditë më parë në samitin e mbajtur në Tiranë. Osmani dhe kryeministri kroat Andrej Plenković bashkëkryesuan tryezën e liderëve me temën Një Evropë e hapur me kufi të sigurt. Përderisa sfidat dallonin nga shteti në shtet, një gjë ishte e qartë. Përkushtimi për garantim të sigurisë dhe sundim të ligjit mbetën kyç për politika të duhura e zgjidhja fatgjata, ka shkruar ajo në Facebook. Punëtorët e kompanisë regionale pastrimi do të protestojnë të hënën para komunës së Prishtinës, si shkak i pakënaqësive që lidhen me trajtimin e ndërmarrjes dhe punëtorëve të saj. Kryeqyteti në anën tjetër është në gjendje të rënduar nga mbeturinat, përderisa komuna thotë se kanë nënshkruar kontratë me 2 operatorë ekonomik lidhur me këtë çështje. Në përplasjen mes komunës së Prishtinës dhe kompanisë rajonale pastrimi, qytetarët e kryeqytetit kanë mbetur mes 2 zjarrësh, të rrethuar nga grumbujt e mbeturinave. Por pas situatës së krijuar, komuna e Prishtinës thotë se kanë nënshkruar kontratë me 2 operatorë ekonomik privat për të pastruar terrenin. Menaxhimi i mbeturinave po bëhet në mënyrë alternative me angazhim të kompanive që kanë aktivitet të ngjashëm apo të njëjtë të menaxhimit të mbeturinave, si dhe së fundmi, saktësisht dje janë nënshkruar 2 kontrata me 2 operatorë ekonomik privat, të cilët po punojnë pa ndalë. Kësaj presim që deri të hënën ta kthejmë normalitetin sa i përket gjendjes me mbeturinat në kryeqytet. Ndaj vendimit të komunës së Prishtinës për angazhimin e 2 operatorëve ekonomik reagoi kompania regionale e mbeturinave pastrimi, e cila kërkoi ndërhyrjen e institucioneve të drejtësisë.
Sipas deklarimeve të fundit të bëra nga vetë komuna, tashmë është negociuar një marrëveshje me 1 ose 2 kompani private në vlerë 2 milion euro, ndërkohë që automjetet dhe resurset e KRM-s pastrimi mbesin të papërdorura si pasojë dëmeve financiare, duke mos paguar vet e as duke mos lejuar të na paguhen shërbimet. Këto veprime të komunës duhet të zgjohen reagimin e të gjitha institucioneve të drejtësisë. Kjo qasje jo vetëm që dëmton ndërmarrjen publike dhe punëtorët tanë, por është një shenjë alarmante e shpërfilljes së interesit publik dhe transparencës në menaxhimin e shërbimeve komunale. Ndërkohë, punëtorët e pastrimit kanë paralajmëruar protestë të hënën më 19 maj para objektit të komunës së Prishtinës, si reagim ndaj mungesës së përgjigjes institucionale për një sër shqetësimesh që lidhen me trajtimin e ndërmarrjes publike dhe të punëtorëve të saj. Institucioni Avokatit të Popullit po i shqyrton 2 ankesa, një lidhur me kalimin e bizneseve në tregun e lirë energjetik dhe tjetrën për rritjen e tarifave të energjisë elektrike prej 16.1%. Këto 2 ankesa nga komuniteti i biznesit dhe grupi asnjë cent më shumë. Sipas Avokatit të Popullit janë në shqyrtim dhe ky institucion do të veprojë sipas procedurave ligjore. Avokati i Popullit Naim Qelaj vlerëson se vendimet e fundit të zyres së rregullatorit për energji lidhur me kalimin e bizneseve në tregun e lirë dhe rritjen e tarifave të energjisë elektrike do të kenë pasoja të rënda për shtresat më të ndjeshme të popullatës dhe ekonominë në përgjithësi. Institucioni të cilin ai drejton ka konstatuar se zbatimi në këtë periudhë i këtyre vendimeve është i dëmshëm, duke prekur në mënyrë të veçantë, siç theksoi ai, kategoritë sociale. Vendimi është ataku në gjykatë, është dërgu në gjykatë të rregullta me një kërkesë për mos përkohshme dhe këto vendime nënshtrohen ligjshmërisë, pra duhet shkojnë në procedurën gjyqësore, ndërsa Avokati i Popullit ka pranuar 2 ankesa në këtë drejtim, një prej Odës Ekonomike të Kosovës në raport me vendimin që bizneset në kriteret që e caktuara ligjore duhet kalojnë në tregun e lirë të energjisë, dhe e dyta ka të bëjë me tarifën e rritjes që në faktikisht i rriti çmimin e kostës së energjisë elektrike. Dhe ne jemi duke shërtu këto ankesa. Natyrisht kemi dërgu shkresë zëres, kemi pasur një takim konsultativ me ta, ka qenë bordi i zëres në takim. Janë mundu me arsyetu dhe kanë dhënë argumentet e tyre se ata janë institucione i pavarur që mandat dhe përgjegjësi kanë për caktimin e tarifave, ndërsa pjesë tjera që lidhen me shqetësimet e ngritura nga qytetarë dhe nga ankesat e pranuara duhet të jenë pjesë e përgjegjësisë së qeverisë, sepse kështu e përcakton edhe ligji. Po ashtu, Avokati i Popullit konfirmoi se është pranuar edhe një kërkesë nga organizata Asnjë Cent më shumë dhe grupe tjera të shoqërisë civile që kanë dorëzuar padi në gjykatat e rregullta dhe kanë kërkuar që avokati të dalë me një opinion zyrtar drejtuar gjykatës. Dhe unë do t'i shërtoj krejt këto dhe padyshim unë do të dalë me një opinion, do të dalë me një qëndrem, do të dalë me një raport të veçantë, ku do t'i adresoj të gjitha çështjet që ndërlidhen me respektimin e drejtave të njeriut dhe cënimin e tyre në këtë rast nga këto vendime, dhe besoj kjo do t'i ndihmojë edhe gjykatës në vendimarrje. Nga 1 maji ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtim të energjisë elektrike prej 16.1%. Ky vendim është kundërshtuar fuqishëm nga qytetarët, të cilët organizuan edhe protesta. Kryetari i Bujanocit, Arber Pajaziti, ka reaguar pas vandalizimit të banerit që promovonte koncerti në kuadër të manifestimit të ditëve të komandant Leshit. Ridvan Qazimi, i njohur me nofkën komandant Leshi, ishte ndër komandantët të më të shquar të ushtrisë rimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ai ra dëshmor më 24 maj të vitit 2001 në fshatin Tërnoc i Madh. Një video është publikuar ku shihet një person duke thyer xhamat e duke vandalizuar posterin e komandant Leshit në Bujanoc. Pajaziti e ka quajtur sulm të papranueshëm ndaj kujtesës historike, kulturës dhe përpjekjeve për nderim të figurave që kanë dhënë gjithçka për lirinë dhe dinitetin e shqiptarëve në Lugin.
Zëri i grave dhe burrave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë u dëgjua së fundmi edhe në Stockholm të Suedis. Rrëfimi i Ramadan Nishorit, burri të parë që foli publikisht për përjetimin e dhunës seksuale, jehoi atje përmes një video mesazhi. Përvojat e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Ukrainës në trajtimin e këtij krimi u ndan në këtë ngjarje, duke theksuar nevojën për drejtësi dhe mbështetje afatgjatë për viktimat. Në Stockholm, Kosova u përfaqësua nga drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, e cila foli për sfidat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Patëm mundësi në një periudhë kohore me shfaq edhe një video mesazh nga mbijetuesi tash i njohur për Kosovën, zoti Ramadan Nishori apo Dani siç e quajmë na. Ky mesazh u mirëprit shumë nga audienca për faktin që shoqëria kosovare, po dhe rajoni realisht e ka të vështirë me prunë në sipërfaqe dhimbjen e një burri si viktime dhune seksuale dhe prezenca e tij përmes një video të shkurtër u mirëprit nga të gjithë të pranishmit dhe u aplaudua për guximin, forcën që ai ka pas për dalë edhe me fol publikisht edhe me ndas sulin e tij me gjithë shoqërinë tani më që njihet për publikun kosovar. Nga ky seminar ndërkombëtar, Rushiti shton se synohet ndërgjegjësimi dhe avokimi mbi efektet e dhunës seksuale në konflikt. Unë kam pas nderin dhe kënaqësinë me qenë pjesë e panelit të dytë, ku flitet për çastjen, drejtësi dhe llogaridhënien, për t'i ndarë përvojat e ndërtuara tani më në Kosovë, praktika të cilët po funksionojnë, falë këtyre praktikave, kohëve të fundit kemi parë që numri i rasteve të cilat po bashkëpunojnë me institucionin e prokurorisë, po rritën, veç më janë 12 akt akuzat të konfirmuara, një rast është prapa Grilav, kështu që përvoja e krijuar dhe e ndërtuar në Kosovë natyrisht ishte më së mirëpritur për një shërby vendeve të tjera të cilat ballafaqohen edhe sot me dhunën seksuale të luftës, pra një përvojë që e ka në tekst të veçantë të mbijetuarën, që drejtësia nuk është vetëm me vu një dhunues prapa Grilav, po është proces shërimi, është proces i njohjes, është proces i validimit të përvojës traumatike, e mbi gjitha është proces fuqizues, jo vetëm për të mbijetuarit, por edhe familjen, por edhe komunitetin në tërësi. Në diskutimin edhe me vende të tjera si Bosnjë-Hercegovina e Ukraina, Rushiti thotë se ka ngritur zërin për sfidat me cilat vazhdojnë të ballafaqohen të mbijetuarit e dhunës seksuale nga Kosova. Kam arrit me elaboru sfidat me cilat ballafaqohen të mbijetuarit gjatë procesit të kërkimit të drejtësisë dhe njëkohësisht praktikat e ndërtuara, bashkëpunimi mirë me prokurorinë speciale për krime lufte, policinë për investigimin e krimeve të luftës, por edhe me gjyqësorin e së fundmi edhe krijimi i një dhome të sigurt ku të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës gjatë procesit të dëshmisë në gjykatë mund ta kenë mundësinë me dhënë dëshmi edhe në formë elektronike pa ballafaquar dhe ritraumatizuar në atë proces. Pra jo mundu mi ndo njëkohësisht përvojat, mënyrën që kemi arrit me transformu sistemin e drejtësisë në atë mënyrë që me bo ma të lehtë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës për një shasë këtyre institucioneve. Pjesëmarrësve u janë dhuruar punime nga të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, simbole të cilat përmes artit përfaqësojnë historinë dhe rikthimin e fuqisë së tyre. Kujtojmë se në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale, Ramadan Nishori rrëfeu publikisht ngjarjen që ja ndryshoi përgjithmonë jetën para shoqërisë kosovare. Ky është burri i parë në Kosovë që flet publikisht për dhunimin seksual nga forcat serbe. Shikues të nderuar, më shumë informacione gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.